këta persona? Mandej ka dhe njerëz, unë njoh njerëz, që më kanë ardhur, që kanë pasur shqetësime dhe nga turpi dhe nga sedra i kanë duruar dhe kanë bërë këtë operacion në moshën 30 vjeç, 32 vjeç. Që ndërkohë rekomandohet në moshë sa më të vogël, për gjitha ato pastoret. Po, për gjitha këto do shikohet. Pra, synetliku që i thonë, është i dobëzdoshëm në të gjitha komponentët e logjikës medikale dhe që kërkon patjetër që ky njeri të ruaj funksionin fiziologjik. Unë kam bërë dhe ne japim shumë rëndësi në shtatzani tremorit parë të shtatzanis. Tremori parë i shtatzanis është mbreti i shtatzanis. Dhe sot ka jo mjek ginekolog, po ka mjek të medicinës fetale. Dhe këta mjek merren vetëm në tremorin e parë. Dhe këta bëjnë ekon morfologjike, këta bëjnë bit testin, alfa testin, ose mnipti që ka dalë tashi. Është një sukses i madh. Tashi me një injeksion të vogël, merr gjakun dhe ajo të nxjerrë që ky fëmijë nuk ka Down, ky fëmijë nuk ka sindrom e duart të tjerë dhe sepse ka dhe raste të tilla që familjet e kanë problem. Tashi djali lind me kanalin e urinës më poshtë se duhet. Nuk e ka dhe kjo, jo vetëm urina, po dhe sperma nuk është normale.